A ka një rol reflektimi që në fakt edhe ne kemi humbur? Unë mendoj se edhe ne kemi humbur. Ndryshe nuk do të fitonte majoranca kaq shumë. Sikur dhe një vot, sikur dhe 50.000 vota i kemi humbur, Dhe kjo është pjesa e diskutimit tonë. Po, do ta diskutojmë. Përse nuk shihni një gjëm me që e thatë këtë dhe dua të pyes? Përse nuk ka një gjëm sot në Partinë Demokratike? Gjithmonë sikurse ju e lexoni, sikurse e shihni. Çfarë po ndodh? Sepse Bruna, unë jo kam thënë edhe më herët në disa raste ku kemi biseduar bashkë, kam përshtypjen ishte hera parë në 34 vjet demokraci që opozita, qoftë kjo ka qenë e majta djathtë s'ka rëndësi, po them opozita, për herë të parë opozita në një farë mënyre e vënë në dyshim pushtetin e saj të pritshëm, ose në një farë mënyre e shet pushtetin e saj të pritshëm. Ndoshta e thash kështu pak trash, e shet, por të ndëshkosh veten, dhe pushtetin tënd të pritshëm, të ardhshëm, dhe që shqiptarët mezi e presin, dhe t'ja lesh vetëm rotacionit. Pra, të artikulosh vetëm në formën e rotacionit, dhe të mos punosh vetë për këtë gjë, ose të punosh në të kundërta e saj që të jep rotacioni, kjo mendoj se është shkaku kryesor që e ka ndëshkuar Partinë Demokratike. Flirti që ka ndodhur në parlament, nuk po flas për amnistin penale. Unë mendoj që flirti vetëm për hir të rotacionit. Unë kam përshtypjen që Partia Demokratike nuk u përpoq, ose ndoshta edhe ka pranuar në heshtje që mund të humb për një gjë më të madhe, për të elaboruar, për të qenë pjesë, për të pasur pjesën e Luanit në opozit, ose edhe për të qenë në qendër të opozitës. Ndoshta është vetë mjaftuar me të qenit me drejtimin e opozitës. Edhe pse vazhdimisht ata kishin shprehur që ne do t'i fitojmë këto zgjedhje. Po sigurisht, nuk mendoj se ka ndonjë forcë që është në opozit dhe nuk pretendon të vi në pushtet. Është në moralin e politikës, patjetër është në moralin e politikës. Partia Demokratike humbi sepse këto zgjedhje u grabitën në mas, apo sepse Partia Demokratike Sali Berisha nuk arriti të sillte një frym, nuk arriti të ishte një alternativë për qytetarët. Shiko, unë shpjegova pak, Bruna, unë shpjegova pak, po më le që mbase edhe ta analizoj pak më gjatë. Si që thash, unë e prisja që Partia Demokratike të mos ishte fuqishëm në këto zgjedhje, por nuk e mendova që humbja të ishte deri në këtë pikë, që do thot ka patur një lloj refuzimi nga ana e shqiptarëve për Partinë Demokratike. Dhe ky refuzim nuk është vetëm për Partinë Demokratike që të mos bëhem shumë e hidhur me Partinë Demokratike, por ka qenë një refuzim edhe për opozitën në përgjithësi. Mos harroni, në këtë mesin e ndryshkimit ka dhe një dozë për partitë e reja dhe edhe është e kuptueshme sepse. Por mua më shqetëson kjo tani e Partisë Demokratike që humbja na ka çuar në këtë lloj rezultati, të cilin nuk e justifikojmë dot me inxhinierimin që i bën Partia Socialiste e Votës. Dhe nuk është çështja vetëm inxhinierimi i votës së brendshme, por këtu është abuzuar shumë me votën jashtëvendi, me votën e diasporës dhe këmbgulja që pati Partia Socialiste në parlament, flas duke dështuar atë Komisionin Reformës Zgjedhore dhe duke u marrë me grupin e dialogut dhe për të këmbgulur për votën e diasporës, pikërisht në këtë formë, formën e postës, cilat unë ja kam bërë me dije edhe në bisedën që kemi bërë bashkë, që unë e dyshoj shumë, dhe rezultati ka dhënë që është shumë i dyshim, sepse mund të ishin gjetur forma, ndoshta edhe një lloj, ndoshta edhe elektronikisht, po me forma tjera, që Partia Demokratike kishte një lloj qasje më afër së vërtetës, sepse të mos harrojmë ky inxhinierim që është bërë votës brenda, nga mjeshtër siç është Partia Socialiste, ka pasur shumë të lehtë nëpërmjet postës të mund të kontrollojë dhe votën e jashtëm. Mos harroni, shteti në 6 muajt e fundit nuk funksionoi më. Shteti ishte i gjithë jashtë në punë si shqiptar, që nga kryetarët e bashkive, po vetëm kjo mjafton një dosje e madhe e Partisë Demokratike. Ku kanë qenë kryetarët e bashkive, të cilët kanë qenë shumë pjesa më të madhe e tyre socialist, ku kanë qenë në 3 muajt e fundit? Të hynë një analize, një kontrolli të hollësishtëm. Ne kemi nevojë të dimë një dosje çfarë ka ndodhur me shtetin shqiptar, sepse aty do ta gjejmë edhe përgjigjen. Pse u dështua në një farë mënyrë vota e diasporës? Sonjaçka, ju thatë që pritet ose duhet të ketë një reflektim përse humbëm. Deri tani ndoshta kjo do bëhet. Besoj se çfarë do ndodhë. Besoj se po. Por ajo se çfarë kanë shprehur deri më tani, qoftë zoti Berisha, qoftë dhe deputetët, funksionarët të lartë Partisë Demokratike,
do të presim mbledhjen e provave. Deri në fund. Administrimi të gjitha provave që ne pretendojmë se ka patur krime zgjedhore